Shqipëria do të përballet në datën 11 tetor me Serbinë në Leskovac. Ndryshe nga sa ishte vendosur në fillim që ky takim të luajë në Beograd, Federata Serbe e Futbollit ka vendosur të bëjë kërkesën për të ndryshuar stadium në mënyrë që të jetë sa më e lehtë për të menaxhuar tifozërinë. Vetë në deklaratën për shtyp, Federata njoftoi se një nga arsyet e këtij vendimi është pikërisht situata e krijuar në tetorin e vitit 2014, kur tifozët hyrën në fushë, duke sjellë edhe ndërprerjen e ndeshjes, si edhe humbje në tavolinë 0-3, por për Shqipërinë kjo nuk është hera e parë që ndeshjen do ta luajë në stadiume më të vogla si masa paraprake për tifozërinë. Serbi-Shqipëri. Serbia ka vendosur të ndryshojë stadiumin për shkak të problemeve të shkaktuara nga tifozëria serbe në ndeshje të ndryshme. Së fundmi ndaj Anglisë u shkaktuan probleme dhe kore raciste, e gjithashtu u hapër shumë pankarta me mesazhe politike nga tifozëria vendase, vendime për të cilat pritet që edhe nga UEFA të ketë një vendim ku mbetet të shihet nëse do të jetë i mbyllur stadiumi apo do të ketë gjobë. Maqedoni-Shqipëri. Në kualifikuesit e botrorit të vitit 2018, Shqipëria fitonte në Shkodër ndaj Maqedonisë, teksa në ndeshjen e kthimit maqedonasit vendosën të mos luanin në Shkup. Frika e madhe në stadium mund të kishte shumë tifozë shqiptar, bëri që Federata Maqedonase ta degdiste Shqipërinë në një stadium të vogël, siç ishte ai i Strumicës me një kapacitet prej 9.000 vendesh, ndryshe nga stadiumi i Shkupit që ka një kapacitet shumë më të madh, që arrin në shifrën e 33.000 vendeve. Pavarësisht ndryshimit të stadiumit, maqedonasit nuk arritën të shijonin fitoren, pasi takimi u mbyll në barazim 1-1 ku goli i barazimit për ta erdhi vetëm pak minuta para fundit. Greqi-Shqipëri në vitin 2011. Greqia priste Shqipërinë në ndeshjen e vlefshme për kualifikuesit e botrorit të vitit 2002. Aso kohë Greqia e zhvillonte ndeshjet në Athinë, në stadiumin olimpik Spiros Louis, por ndaj Shqipërisë vendosën që të luanin në Kreta, aty ku stadiumi ishte konsiderueshëm më i vogël se stadiumi i Athinës. Gjithashtu, përveç kapacitetit, një tjetër arsye ishte fakti se tribunat e stadiumit janë shumë pranë me fushën dhe diçka e tillë mund të bëjë që tryezënia e tifozëve të fuste në presion kombëtare në Shqipërisë. Ai takim mes dy skuadrave mbyllej me fitoren e Greqisë me rezultatin 2-0.